Në organizimin e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës ka filluar sot konferenca shkencore e cila do të vazhdojë edhe nesër, kushtuar 50 vjetorit të revistës Edukata Islame. Në këtë konferencë shkencore, Edukata Islame 50 vjet, mision në fjalën e shkruar shqipe, u diskutuan historiku, arritjet dhe sfidat e revistës së parë islame në gjuhën shqipe në Kosovë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiju Naim Tërnava, potencoi se rrugtimi historik i edukatës islame është lidhur ngushtë me historikun e popullit shqiptar. Ai përmendi përkushtimin e madh në një kohë të vështirë për themelimin dhe funksionimin e kësaj reviste. Vedalja një reviste të tillë këtu e 5 dekada më parë ishte sukses i prekshëm i vizionit të udhëheqësve të Bashkisë Islame të Kosovës, të cilët pas luftës së dytë botërore u përballen me regjimin e filozofinë komuniste në njërin anë dhe me dhunën serbe në anën tjetër. Revista Edukata Islame ka në vetë edhe misionin e saj historik, megjithëse është e para e kësaj fushë në gjuhën shqipe në Kosovë dhe në trevat tjera shqiptare në ish Jugosllavi. Kështu që Edukata Islame me plot të drejtë mund të quhet vazhdimsi e periodikut islam në gjuhën shqipe që ishte botuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë gjatë periudhës së rilindjes kombëtare shqiptare dhe gjatë periudhës mes dy luftrave, siç janë revistat e njohura Zani i Nalt dhe Kultura Islame, e të cilat paraqesin një trashëgimi të paqëmuar për kulturën dhe historinë tonë. Edukata Islame me sukses vazhdon misionin e saj edhe sot e kësaj dite, por tani me përmbajtje e fizionomi të përshtuar për rrethanat e kohës. Zëvendës reisi i Malit të Zi, Omer Kajoshaj, veçoi rëndësinë e edukatës islame që kishte në periudhat e vështira që përballej populli shqiptar. Mosha ime është 49 vjeç. E mosha e edukatës islame është, e revistës Edukata Islame është 50 vjeç. Pra unë e gjeta atë në shtëpinë time. E gjeta atë atëherë kur unë dhe të gjithë ata që dinim të lexonin vetëm shqip, kishim vetëm 3 libra në gjuhën shqipe për ta mësuar fenë. Kishim Ilmi Halin për të mësuar rregullat, bazat e para, kishim Jasini Sherifin për ta mësuar më në detale dhe kishim Mevludin për ta kënaqur shpirtin. Por aty e kishim edhe edukatën islame. Kryeredaktori aktual i kësaj reviste, Sabri Bajgora, dhe ish kryeredaktori i saj, Resul Rexhepi, revistën Edukata Islame e quajtën histori të gjallë të kulturës islame në Kosovë. Vështruar nga aspekti analitik, mund të konstatojmë se me gjitha vështirësitë dhe sfidat me të cilat u ballafaqua Edukata Islame gjatë këtyre 50 viteve, ajo arriti jo vetëm të mbjetonte, por të trasonte rrugën e saj duke u bërë tribunë e vërtet e shprehjes së mendimit islam. Prandaj, me plot të drejtë, sot mund të thuhet se Edukata Islame për gjatë këtyre 50 viteve është një histori e gjallë e kulturës tonë islame dhe kronik e jetës tonë shpirtërore. Edukata Islame ka qenë një fanar i cili ka ndriçue në tunelin gjithandej të pafund, të pa dritë, të pa skaj. Një kohë të gjatë, parafërsisht 20 vjet, ka qenë të thuash e vetmja revistë në gjuhën shqipe pak më serioze, e cila e ka përcjell mesazhin islam, misionin islam deri te lexuesit e saj të nderuar. Drejtori i botimeve dhe shtypit e Ramadan Shkodra vlerësoi jashtëzakonisht lart literaturën dhe shkrimet e botuara ndër vite në edukatën islame. Literatura shkencore e botuar në revistën Edukata Islame është e përzgjedhur nga autorë eminent të trojave tona, e punuar me gjitha standardet shkencore origjinale dhe me rezultate të reja shkencore. Kjo literaturë përveç se paraqet një vlerë të shtuar për shkencat historike, kulturore, fetare, filologjike, filozofike të ne, si e tillë mund të krahasohet dhe mund të konkurrojë plotësisht me cilën do revistë tjetër shkencore në fushat përkatëse, gjë që flet për nivelin dhe standardin e revistës. Në ditën e parë të kësaj konference shkencore, u nda mirënjohje për kryeredaktorët e kësaj reviste gjatë funksionimit të saj gjysmëshekullor. Mirënjohje u nda për Sabri Bajgorën dhe Resul Rexhepin, ndërsa mirënjohje post-mortem Bashkia Islame e Kosovës ndau për kryeredaktorin e parë, njëherëzi themeluesin e saj, Haxhi Sharif Ahmeti, Hajrullah Hoxhën
dhe Qemail Morinën.